Situata e tensionuar politike ka shqetësuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, të cilët e kanë përsëritur se një klim konstante politike është kushti që Shqipëria duhet të përmbush për të vijuar rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Një ditë para takimit të nivelit të lartë Shqipëri-BE, Komisioneri Evropian për zgjerim, Johannes Hahn, paralajmëron klasën politike se tensioni që po shoqëron zhvillimet në vend do të pengojë procesin e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian kur kjo t'i adresohet Unionit. Do të kem kohë që të diskutoj dhe tensionin e sotëm politik dhe shpresoj që palët të qëndrojnë të angazhuara sepse një klim konstruktive është kusht për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Komisioneri për zgjerimin me sa duket do të jetë më i drejtë për drejtë në takimin e nivelit të lartë Shqipëri-BE, kur t'i drejtohet klasës politike me këtë mesazh, për të cilin ai tha se padyshim që do ta diskutojë. Përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian janë angazhuar shpeshherë në kriza politike për t'i ulur palët deri në arritjen e një marrëveshje, siç ishte ajo e dhjetorit për dekriminalizimin, që bëri edhe opozitën të thyente bojkotin e t'i kthejë punimeve të kuvendit. Në ditën e parë të vizitës në Tiranë, Johannes Hahn zhvilloi disa takime informale, mes të cilave edhe ajo në Muzeun Kombëtar dhe në xhaminë e Tembeut, ku u shoqërua nga ministra e integrimit Klajda Gjosha.